Një mëngjes me shi ndryshon për gjithmonë jetën e një nëne kryefamiljare dhe vajzës së saj kur ajo vendos të ndalojë në një kafene të panjohur. Fati i çon drejt rilidhjes me një dashuri të vjetër që do të transformojë jetët e tyre. Sekretet të ruajtura prej vitesh do të dalin më në fund në dritë në një udhëtim rizbulimi dhe shansesh të dyta. Përpara se të dëgjoni këtë rrëfim të jashtëzakonshëm, mos harroni të regjistroheni në kanal për më shumë histori emocionuese. Qielli ishte i ngarkuar me re të zeza kur Bora vendosi të thyente rutinën e saj të mëngjesit. Prej muajsh ndiqte të njëjtën rrugë për në shkollën e vajzës, gjithmonë duke vrapuar kundër kohës, gjithmonë e shqetësuar për punët që e prisnin në zyrën e avokatisë ku punonte si asistente ligjore. Atë mëngjes, megjithatë, diçka ndryshe ndjehej në ajrin e lagësht të Tiranës, diçka që e bëri të devionte nga rruga e zakonshme. Ambra, vajza e saj 7 vjeçare, ishte veçanërisht e gëzuar në ndenjësen e pasme të makinës së përdorur që Bora kishte arritur të blinte pas muajsh kursimi. Vajza vizatonte yje në xhamin e avulluar të dritares, duke kënduar në zë një këngë që kishte mësuar në shkollë për planetet dhe yjesi. Mami, pse po shkon nga kjo rrugë tjetër? Pyeti Ambra, duke ngritur syt nga fletorja e saj e vizatimit plot me yje shumë ngjyresh. Bora nuk dinte mirë si të përgjigjej. Kishte diçka të pashpjegueshme që e tërhiqte në atë drejtim, sikur një forcë e padukshme t'i udhëhiqte duart mbi timon. Thjesht dua të njoh një rrugë tjetër, e dashur. Ndonjëherë është mirë të ndryshojmë pak, apo jo? Shiu filloi të binte më me intensitet, duke krijuar një ritëm hipnotizues mbi xhamin e parë. Bora uli shpejtësinë kur vuri re një kafene të vogël në këndin e një rruge me pemë në lagjen e komunës së Parisit. Vendi kishte një sharm fshatar, me dritare të mëdha që lejonin të shihej brendësia komode. Një tabelë e punuar me dorë lëkundej butësisht nga era, kafeja e yjeve. Shiko, mami. Emri ka yll, thiri Ambra, duke treguar e emocionuar tabelën. Bora buzëqeshi. Që e vogël, vajza kishte një magjepsje të pashpjegueshme pas yjeve. Dhoma e saj ishte e dekoruar me ngjitse ndriçuese në tavan, dhe ajo kalonte orë të tëra duke shpikur histori për yje si imagjinare. Çfarë koincidence e bukur, mërmëriti ajo, duke parkuar makinën përpara kafenes. Kur shtyn derën prej xhami, një zile delikate njoftoi mbërritjen e tyre. Aroma e kafes së sapo bluar e përzier me kanellë dhe diçka të ëmbël që Bora nuk arriti ta identifikonte menjëherë, mbushi mushkëritë e saj. Ambienti ishte saktësisht siç dukej nga jashtë, mikpritës me koltuk lëkure të vjetruar, rafte plot me libra dhe bimë që krijonin një atmosferë pothuajse magjike. Ambra shtrëngoi dorën e nënës, e impresionuar nga dekorimi. Kishte varse yjesh që vareshin nga tavani dhe muret ishin të dekoruara me harta të vjetra qiellore. Është sikur të ishte një vend ëndrash, përshpëriti vajza. Atëherë Bora dëgjoi një zë të njohur që vinte nga banaku. Një zë që nuk e kishte dëgjuar prej 14 vitesh, por që do ta njihte në çdo cep të botës. Zemra i ndaloi për një çast dhe ndjeu sikur koha kishte ngrirë rreth saj. Mirëmëngjes. Si mund t'ju ndihmoj? Ajo u kthye ngadalë, pothuajse me frikë për të konfirmuar dyshimet e saj. Dhe aty ishte ai. Dritan Berisha, dashuria e saj e parë, gjithçka e saj e parë. Burri që ishte larguar nga qyteti për të ndjekur një ëndër në një shtet tjetër kur të dy ishin vetëm 22 vjeç. Burri që ajo e kishte dashuruar me gjithë intensitetin e rinisë së saj dhe që kishte marrë një copë të zemrës së saj kur u largua. Dritani ishte ndryshe, natyrisht. Flokët e zinj tani kishin disa fije gri anash dhe fytyra e tij tregonte pjekurinë e të 36 viteve. Por buzëqeshja vazhdonte të ishte e njëjta, e ngrohtë dhe e sinqertë, dhe sytë e tij të gjelbër kishin ende atë shkëlqim special që dikur e linte pa frym. Njohja ishte e ndërsjellë dhe e menjëhershme. Dritani tira nga dora kupa që po thante, dhe objekti u thërmua në dy sheme me një zhurmë që bëri jehon në kafenen e qetë. Për disa sekonda, ata vetëm vështruan njëri tjetrin, duke procesuar pamundësinë e atij momenti. Bora? Zëri i tij doli si një përshpëritje e ngarkuar me emocion dhe mosbesim. Ajo pohoi me kokë, e paaftë për të artikuluar një fjalë. Ambra, duke ndjerë tensionin në ajër, shikoi njërin dhe tjetrin me kuriozitet. Mami, a e njeh zotërinë e kafes që buzëqesh bukur? Pyeti vajza me pafajësinë e saj karakteristike. Pyetja theu magjin që dukej se kishte pushtuar ambientin. Dritani u ul për të mbledhur copat e kupës dhe Bora më në fund gjeti zërin e saj. Ambra, ky është një mik i vjetër i mamit.
Shumë i vjetër, pyeti vajza, duke e bërë dritanin të qeshte për herë të parë që kur i pa të hynin. Jo edhe aq i vjetër, shpresoj, u përgjigj ai, duke ju drejtuar drejt për drejt Ambrës me një buzëqeshje të vërtetë. Si e ke emrin, bukuroshe? Ambra. Po ti? Dritan. Është kënaqësi të njoh, Ambra. Ai zgjati dorën vajzës, e cila ja shtrëngoi me seriozitet. Bora vëzhgonte ndërveprimin me një përzierje butësie dhe ankthi. Ishte surreale ta shihej atë duke biseduar me vajzën e saj, duke krijuar një lidhje të menjëhershme siç kishte ditur gjithmonë të bënte me njerëzit. Dëshironi të uleni? Kafja është nga shtëpia, ofroi Dritani, duke procesuar ende situatën. Ata u akomoduan në një tavolinë pranë dritares, ku Ambra menjëherë u interesua për librat për fëmijë të vendosur në një raft të ulët. Dritani solli një çokoladë të nxehtë për vajzën dhe 2 kafe për të rriturit. Nuk e besoj që je këtu, tha ai, duke u ulur në tavolinë me to, mund të thosha të njëjtën gjë, u përgjigj Bora, duart e saj dridheshin lehtë teksa merrte filxhanin. Që kur u ktheve? Ka 6 muaj. E hapa këtë kafene para 3 muajsh. Ai shikoi rreth e rrotull me krenari. Gjithmonë kam ëndërruar të kem një vend të tillë. Ambra ngriti syt nga libri që po shfletonte. Pse kafeneja ka emër ylli? Dritani i buzëqeshi asaj. Sepse yjet gjithmonë më kanë kujtuar gjëra speciale, momente të rëndësishme të jetës sime. Bora ndjeu një shtrëngim në gjoks. E dinte saktësisht se për çfarë e kishte fjalën. Gjatë lidhjes së tyre, ata zakonisht shtriheshin në barin e parkut të madh të liçenit dhe kalonin orë të tëra duke vëzhguar yjesit, duke planifikuar të ardhmen dhe duke ëndërruar bashkë. Biseda rodhi natyrshëm mes tyre, duke mbushur vitet e heshtjes me detaje të vogla rreth jetëve të tyre. Dritani kishte jetuar në 3 qytete të ndryshme, duke u përpjekur të gjente vendin e tij në botë. Bora tregoi për punën e saj, për mëmësinë, për sfidat e rritjes së Ambrës e vetme. Po babai i Ambrës, pyeti Dritani me delikatesë. Bora mori frym thellë. Ai nuk është pjesë e jetës son. Kur nuk ka qenë, në fakt e zbulova shtatzënin pasi ai tashmë kishte ndjekur një rrugë tjetër. Dritani pohoi me mirë kuptim, pa bërë më shumë pyetje. Gjithmonë kishte qenë kështu, i respektueshëm dhe i ndjeshëm ndaj ndjenjave të tjerëve. Ambra, e cila ishte ngritur për të eksploruar më mirë kafenen, u kthye në tavolinë duke mbajtur një varse yjesh të argjend që kishte gjetur në një raft. Shiko sa e bukur është, mami. Është njësoj si yjet e dhomës sime. Dritani vëzhgoi vajzën me vëmendje. Të pëlqejnë yjet, Ambra? I dua shumë. Di emrat e shumë yjesive. E preferuara ime është Arusha e madhe sepse duket si një tigan gjigant në qiell. Impresionuese. Edhe unë e pëlqej shumë astronominë. Sytë e Ambrës shkëlqyen. A ke teleskop? Kam, po. Është atje në shtëpi, i ruajtur. Një ditë a mund të mi tregosh yjet e vërtet? Bora ndjeu zemrën t'i rritë shpejt. Pyetja e pafajshme e vajzës mbarte një peshë me të cilën ajo nuk ishte e përgatitur të përballej në atë moment. Dritani shikoi Borën duke kërkuar leje në heshtje. Nëse mami jote të lë, sigurisht. Heshtja që pasoi ishte e ngarkuar me kuptim. Bora e dinte se ishte në prag të një vendimi që mund të ndryshonte gjithçka. Të lejonte Dritanin të hynte përsëri në jetën e tyre do të thoshte të hapej ndaj mundësive që ajo i kishte varrosur kohë më parë. Mendoj se është koha të ikim, tha më në fund, duke u ngritur nga karrigia. Ambra ka mësim dhe unë duhet të shkoj në punë. Zhgënjimi në fytyrën e vajzës ishte i dukshëm, por ajo u bind pa u ankuar. Dritani i shoqëroi deri te dera, shpreha e tij përziente shpresën dhe ankthin. Bora, thiri ai kur ajo ishte tashmë me dorën në dorez. Shpresoj që këtë herë të mos jetë lamtumira jon përfundimtare. Ajo u kthye për ta parë, duke parë në sytë e tij të njëjtën cenueshmëri të 14 viteve më parë. Nuk e di, Dritan. Është e gjitha shumë e komplikuar. E kuptoj. Por nëse ndryshoni mendje. Ai hezitoi, duke marrë një kartë vizit nga banaku. Do të jemi këtu çdo ditë. Ambra mori kartën përpara se Bora të mund ta refuzonte. Faleminderit, Dritan. Kafeneja jote është më e bukura që kam parë ndonjëherë. Gjatë rrugës për në shkollë, Ambra nuk pushoi së foluri për kafenen, për yjet dhe për zotërinë simpatik që njeh yjesit.
Bora ngiste makinën në heshtje, mendja e saj ishte një vorbull emocionesh kontradiktore. Kur la vajzën në shkollë dhe shkoi në punë, nuk arriti të përqendrohej në asnjë nga detyrat e ditës. Imazhi i Dritanit pas banakut, me atë buzëqeshje që e njihte aq mirë, nuk i dilte nga koka. Në mbrëmje, ndërsa ndihmonte Ambrën me detyrat e shtëpisë, vajza bëri një pyetje që e zuri në befasi. Mami, pse u bëre e trishtuar kur pe Dritanin? Bora ndaloi sërish shikuari mësimin e matematikës dhe shikoi vajzën. Pse mendon se u bëra e trishtuar? Bëre atë fytyrën që bën kur kujton gjyshin, shpjegoi Ambra me urtësinë e veçantë të fëmijëve. Një fytyrë malli të lumtur dhe të trishtuar në të njëjtën kohë. Perceptimi i vajzës e surprizoi. Ndonjëherë takojmë njerëz që kanë qenë të rëndësishëm në jetën tonë shumë kohë më parë, dhe kjo trazon ndjenjat tona. Ai ishte i dashuri yt, pyeti Ambra pa rrotulla. Bora ndjeu fytyrën ti nxehej. Ishte, po. Shumë kohë më parë, përpara se të lindje ti. Dhe pse nuk jeni më të dashur? Si ti shpjegosh një fëmijë 7 vjeçar kompleksitetet e dashurisë rinore, zgjedhjet e vështira dhe ëndrat e ndryshme? Ndonjëherë njerëzit duhet të ndjekin rrugë të ndryshme, edhe pse e pëlqejnë njëri tjetrin. Ambra mendoi për një çast. Por tani mund të ndiqni të njëjtën rrugë përsëri, apo jo? Thjeshtësia e logjikës fëmijërore e la Borën pa përgjigje. Atë natë, asaj ju deshën orë të tëra për ta zënë gjumi, duke rijetuar çdo moment të takimit dhe duke pyetur veten nëse fati po i ofronte një shans të dytë apo thjesht po rihapte plagë të vjetra. 3 ditë kaluan që nga takimi në kafeja e yjeve, dhe Bora nuk mund të ndalonte së menduari për Dritanin. Gjatë mbledhjeve në zyrë, mendja e saj fluturonte te ata sy të gjelbër që e kishin vëzhguar me aq intensitet. Përpiqej të binte veten se kishte qenë thjesht nostalgji, një jehon e së kaluarës që shpejt do të shuej, por sa më shumë përpiqej të harronte, aq më i pranishëm bëhej kujtimi. Ambra, nga ana tjetër, nuk tregonte as qëllimin më të vogël për të harruar. Çdo ditë, në rrugën për në shkollë, ajo kërkonte të kalonin nga kafeneja. Thjesht për të parë nëse bimët janë mirë, thoshte me pafajësinë e saj karakteristike. Bimët kanë nevojë për dashuri dhe mbase Dritani ka nevojë për ndihmë. Të njëjtën, Bora ju dorëzua këmbënguljes së vajzës. Mbërritën në kafeja e yjeve rreth orës 7:30 të mëngjesit. Lëvizja ishte ende e pakët, vetëm disa klientë të mëngjesit që lexonin gazetën në qoshe komode. Dritani po organizonte disa libra në një raft kur i pa të hynin. Fytyra e tij u ndriçua menjëherë. Ambra. Sa mirë që po të shoh përsëri. Vajza vrapoi drejt tij me një letër në duar. Kam bërë një vizatim për ty. Janë yjet që shohim nga shtëpia jonë. Dritani e pranoi vizatimin me seriozitet, duke studiuar çdo detaj të pikave shumë ngjyrëshe të shpërndara në letër. Është i përsosur, Ambra. Ke shumë talent. Ai shikoi Borën. A mund ta kornizoj dhe ta var këtu në kafene? Vërtet mundesh? Ambra kërceu nga gëzimi. Bora pohoi me kokë, e prekur nga mirësia e tij. Ishte saktësisht kështu siç kishte qenë gjithmonë Dritani, i vëmendshëm ndaj gjesteve të vogla që kishin rëndësi. Ndërsa Ambra eksploronte një seksion të ri të librave për fëmijë që Dritani kishte organizuar posaçërisht për të, ai ju afrua Borës. Faleminderit që u kthyet, tha me zë të ulët. Të rrëfehem se mendova se nuk do t'ju shija më. Ambra nuk më la zgjedhje tjetër, u përgjigj Bora, por toni i saj nuk ishte ankues. Ajo ka folur për ty dhe këtë vend gjithë javën. Po ti? Çfarë mendove? Pyetja e drejt për drejt e zuri në befasi. Është një vend i bukur, Dritan. Saktësisht siç e ke ëndërruar gjithmonë. Ata u ndërpren nga Ambra, e cila ishte kthyer me një libër mbi astronominë për fëmijë. Dritan, a mund të ma shpjegosh këtë yjesi? Nuk arrita ta kuptoja mirë. Gjatë 20 minutave të ardhshme, Dritani ju dedikua tërësisht vajzës, duke shpjeguar për yjesinë e Orionit me një durim dhe entuziazëm që bën që zemra e Borës të shtrëngohej. Ta shihte atë duke ndërvepruar me Ambrën në mënyrë aq natyrale, zgjoi ndjenja që ajo i kishte fshehur prej kohësh. Kur më në fund dolën për të çuar Ambrën në shkollë, vajza bëri një vëzhgim që mbeti në mendjen e Borës gjithë ditën. Mami, Dritani më shikon mua në të njëjtën mënyrë siç më shikon ti, sikur të isha njeriu më i rëndësishëm në botë. Atë pasdite, Bora mori një vendim që e surprizoi.
Pasi mori Ambrën nga shkolla, në vend që të shkonin direkt në shtëpi, kaluan përsëri nga kafeneja. Ishte koha e zemrës dhe lëvizja ishte më intensive. 2 vizita në të njëjtën ditë? Çfarë nderi bëri shaka Dritani, por Bora mund të shihte gëzimin e vërtet në sytë e tij. Ambra donte të tregonte detyrat e shtëpisë. Ajo bëri një hartim për profesionet dhe shkroi për pronarët e kafeneve. Dritani lexoi tekstin e Ambrës me vëmendje, duke bërë komente pozitive që e bën vajzën të skuqej nga krenaria. Bora vëzhgonte skenën me një përzierje emocionesh. Ishte e pamundur të injoroje se si Ambra lulëzonte në praninë e Dritanit, sikur ai të zgjonte një pjesë të saj që deri atëherë kishte mbetur e fjetur. E di, tha Dritani kur Ambra shkoi në tualet, ajo më kujton ty në të njëjtën moshë. Kurioze, inteligjente, plot me ëndra. Ti e mban mend si isha unë në moshën 7 vjeçare? Pyeti Bora, e surprizuar. Mbaj mend kur më tregoje për fëmijërinë tënde. Për faktin se si adhuroje të vizatoje dhe të shpikje histori. Ai bëri një pauzë. Ambra ka të njëjtin shkëlqim në shikim. Biseda u ndërprej nga kthimi i Ambrës, e cila sillte në duar një vazo të vogël me një fidan bime. Dritan, kjo bim e vogël ishte e trishtuar atje në qoshe. A mund të kujdesem për të? Dritani shkëmbeu një vështrim argëtues me Borën. Sigurisht. Por të kujdesesh për një bim është një përgjegjësi e madhe. Ka nevojë për ujë, dritë dhe shumë dashuri. Unë di të kujdesem. Mami më ka mësuar të kujdesem për bimët atje në shtëpi. Gjatë rrugës së kthimit, Ambra mbante vazon me kujdes, sikur mbante një thesar. Mami, a mund ta çoj bimën të Dritani që të shoh se si është rritur? Ambra, nuk mund ta shqetësojmë Dritanin çdo ditë. Por ai tha se i pëlqen kur e vizitojmë. Dhe ai rri vetëm në kafene ndonjëherë. Bora pshertiu. Ishte e vështirë të debatoje me logjikën e vajzës, veçanërisht sepse një pjesë e saj gjithashtu donte të kthehej në kafene, donte të rijetonte atë ndjenjë përkatësie që kishte përjetuar në praninë e Dritanit. Atë natë, pasi vuri Ambrën në gjumë, Bora i lejoi vetes një ndershmëri brutale me veten. Dritani kishte qenë më shumë se dashuria e saj e parë, ai kishte qenë miku i saj i parë më i mirë, ndjenja e saj e parë e plotësisë. Gjatë 2 viteve që ishin të lidhur, ajo ishte ndjerë e tërë në një mënyrë që kur më nuk e kishte përjetuar. Ndarja kishte qenë shkatëruese për të dy. Dritani kishte marrë një propozim pune në një qytet tjetër, në fushën e administrim biznesit, që përfaqësonte gjithçka që ai kishte studiuar për të arritur. Në të njëjtën kohë, Bora ishte promovuar në Zyren ku po bënte praktikën dhe më në fund kishte mundësinë të ndërtonte një karrierë solide. Ata u përpoqën ta mbanin lidhjen në distancë për disa muaj, por realiteti u tregua më i ashpër se ndjenjat. Telefonatat u bën më të rralla, vizitat më të pakta, derisa një ditë u zgjuan dhe kuptuan se ishin bërë të huaj të lidhur vetëm nga kujtimi i asaj që dikur ishin. Bora kur nuk i kishte lejuar vetes të mendonte për po sikur. Po sikur të kishin luftuar më shumë? Po sikur ajo të kishte shkuar me të? Po sikur ai të kishte qëndruar? Por tani, me Dritanin e kthyer dhe Ambrën që po krijonte lidhje me të, këto pyetje ktheheshin me forcë të plotë. Të premten, Ambra u zgjua e gëzuar. Ishte dita për të treguar evolucionin e bimës të Dritani. Bora nuk pati zemër t'ia mohonte, veçanërisht kur pa se si vajza ishte kujdesur me dashuri për fidanin gjatë javës. Kur mbërritën në kafene, gjetën Dritanin duke varur vizatimin e Ambrës në një kornizë të thjeshtë në murin kryesor. Vajza bërtiti nga gëzimi kur pa artin e saj të ekspozuar krah fotografive të vjetra të Tiranës. Tani është pjesë e dekorimit zyrtar, njoftoi Dritani, krenar. Ambra vrapoi për të treguar bimën, e cila në fakt dukej më e shëndetshme. Shiko. Tashmë ka një gjethë të re. Je një kopshtare e shkëlqyer, e lavdëroi Dritani. Çfarë mendon të zgjedhim një vend special këtu në kafene për të? Kështu mund ta vizitosh sa herë të duash. Ata zgjodhen një qoshe pranë dritares, ku drita e mëngjesit krijonte modele të arta në dysheme. Ambra u magjeps me idenë për të pasur bimën e saj në kafene. Ndërsa vajza po rregullonte bimën në shtëpinë e saj të re, Dritani ju afrua Borës. A mund të bëj një pyetje personale? Ajo pohoi me kokë, e tensionuar. A je e lumtur, Bora? Pyetja e zuri plotësisht në befasi.
Ishte aq e drejt për drejt, aq stili i Dritanit, sa që për një moment ajo u ndje përsëri si 22 vjeçe. Ajo hezitoi. Kam ëmbrën. Kam punën time. Kam një jetë të stabilizuar. Kjo nuk i përgjigjet pyetjes sime. Bora e vështroi duke parë në sytë e tij të njëjtën intensitet si gjithmonë. Po ti? A je i lumtur? Dritani u vonua për t'u përgjigjur. Në ditët e fundit, më i lumtur se sa kam qenë për një kohë të gjallë. Pesha e fjalëve të tij qëndroi mes tyre si një rrëfim i paverbalizuar. Bora ndjeu diçka të lëvizte në gjoksin e saj, një ndjenjë që e kishte harruar prej vitesh. Dritan, unë. Mami, shiko. Ka më shumë libra të rinj. Ndërhyrja e ëmbrës theu momentin, por jo tensionin që ishte instaluar mes të rriturve. Gjatë pjesës tjetër të vizitës, Bora e gjeti veten duke vëzhguar Dritanin duke ndërvepruar me ëmbrën. Kishte diçka thellësisht prekse në mënyrën se si ai ulej për të qenë në lartësinë e vajzës, si dëgjonte me vëmendje historitë e saj të çuditshme, si buzëqeshte me sinqeritet para zbulimeve të saj fëmijërore. Kur po bëheshin gati të largoheshin, ëmbra bëri një pyetje që bëri që zemra e Borës të ndalonte. Dritan, a ke familje? Kam prindërit e mi që jetojnë në rrethe. Dhe një motër që jeton në Durrës. Por nuk kam grua as fëmijë. Pse? Pafajësia e pyetjes e bëri Dritanin të qeshte. Kur nuk kam gjetur personin e duhur, mendoj. Ëmbra u duk se e konsideroi këtë seriozisht. Mbase thjesht nuk po kërkoje në vendin e duhur. Urtësia e papritur e vajzës e la Borën pa fjalë. Dritani u ul për të qenë në lartësinë e ëmbrës. Mund të kesh të drejtë. Ndonjëherë njerëzit më special shfaqen atëherë kur më pak e presim. Sytë e tij u takuan me ata të Borës mbi kokën e ëmbrës, dhe ajo e diti se ai nuk po fliste vetëm për vajzën. Në makinë, rrugës për në shtëpi, ëmbra ishte veçanërisht e menduar. Mami, tha më në fund, a mendon se Dritani është vetëm sepse i ka marrë malli për dikë? Pse e mendon këtë, e dashur? Ai ri me atë fytyrën e mallit të lumtur kur të shikon ty njësoj siç rriti kur e shikon atë. Bora pothuajse humbi kontrollin e timonit. Perceptimi i ëmbrës ishte tmerrësisht i saktë. Ndonjëherë të rriturit kanë ndjenja të komplikuara, ëmbra. Por nëse e pëlqeni njëri tjetrin, pse nuk mund të rrini bashkë? Si në filma. Jeta nuk është si në filma, shpirt. Është më e komplikuar. Ëmbra qëndroi në heshtje për disa minuta, duke procesuar përgjigjen. Pastaj, me vendosmërinë tipike të moshës, deklaroi, unë mendoj se të rriturit i komplikojnë gjërat që mund të ishin të thjeshta. Atë natë, ndërsa ëmbra flinte e përqafuar me një libër astronomie që Dritani i kishte huazuar, Bora u gjet në balkonin e shtëpisë, duke parë yjet. Për herë të parë pas vitesh, i lejoi vetes të ëndërronte për mundësi, për rifillime, për shansin për të rishkruar një histori që kishte përfunduar e paplot. Fundjava erdhi me një propozim të papritur. Dritani telefonoi të shtunën në mëngjes, zëri i tij ishte i ngarkuar me një emocion të përmbajtur që Bora e njihte mirë. Bora, e di që mund të duket e nxituar, por do të doja të bëja një ftesë. Ka një ekspozit astronomie në planetarin e Tiranës dhe mendova se ëmbra do të adhuronte. Nëse ndihesh rehat, sigurisht. Bora hezitoi. Një shëtitje bashkë dukej si një hap domethënës, një vijë që, sapo të kaloi, do ta bënte çdo gjë më reale dhe më të komplikuar. Por përpara se të mund të përgjigjej, ëmbra u shfaq pranë saj, duke pasur dëgjuar një pjesë të bisedës. Është Dritani? Ai dëshiron të na çojë të shohim yjet e vërtet? Ëmbra, mos dëgjo bisedat e të tjerëve, e qortoi butësisht, por gëzimi i vajzës ishte ngjitës. Të lutem, mami. Ti e di sa i dua yjet. Me një pëshertim, Bora e pranoi ftesën. Disa orë më vonë, Dritani mbërriti pikërisht në kohë, duke ngarë një makinë më të vjetër por të mirë mbajtur. Ëmbra praktikisht kërceu nga gëzimi kur e pa. Planetari ndodhej në zonën qendrore të kryeqytetit, një ndërtesë madhështore që ëmbra e vëzhgoi me admirim ndërsa ecnin drejt hyrjes. Dritani kishte hulumtuar mbi ekspozitën dhe shpjegonte detaje mbi yjesit që do të shihnin, duke e mbajtur ëmbrën plotësisht të hipnotizuar. Gjatë seancës në planetar, Bora u gjet e ndarë mes shikimit të projeksioneve yjore dhe vëzhgimit të Dritanit dhe ëmbrës duke ndarë pasionin e tyre për astronominë.
Vajza bënte pyetje të cilave ai u përgjigjej me durim dhe entuziazëm, duke krijuar mes tyre një lidhje që dukej natyrale dhe pas forcim. Shiko atë, mami, përshpëriti Ambra, duke treguar një yjesi të projektuar në tavan. Është Arusha e madhe. Dritani më mësoi t'i gjej yjet e tjerë duke e përdorur atë si udhërrëfyes. Bora buzëqeshi, por kishte diçka të hidhur ëmbël në atë moment. Ta shite Ambrën aq të lumtur, aq të plot në praninë e Dritanit, zgjonte një përzierje mirënjohjeje dhe frike. Po sikur Ambra të lidhej shumë, po sikur Dritani të vendoste të largohej përsëri. Pas ekspozitës, ndaluan në një pastiçeri aty pranë. Ambra ishte euforike, duke treguar gjithçka që kishte mësuar dhe duke bërë plane për të vëzhguar qiellin e natës në shtëpi. Dritan, a mund të vish të shtëpia jon një ditë për të më treguar yjesit me teleskopin tënd? Pyeti ajo ndërsa pinte lëngun e saj. Bora ndjeu stomakun t'i shtrëngoi. Pyetja e pafajshme e Ambrës po hapte një derë që ajo nuk ishte e sigurt nëse ishte gati ta kalonte. Dritani shikoi Borën duke kërkuar leje në heshtje. Nëse mami jote pranon, do të ishte kënaqësi. Mami, a mundet? Të lutem? Bora u gjet përsëri në pozicionin për të mohuar diçka që qartësisht do ta bënte Ambrën të lumtur ose për të lejuar që Dritani të hynte edhe më shumë në jetët e tyre. Do të shohim, tha më në fund, një përgjigje që ajo e dinte se nuk do të kënaqte askën. Gjatë rrugës së kthimit, Ambra ra në gjumë në ndenjësen e pasme, e lodhur nga emocionet e ditës. Dritani dhe Bora më në fund patën mundësinë të bisedonin me më shumë privatësi. Ajo është e jashtëzakonshme, Bora. Inteligjente, kurioze, e dashur. Ke bërë një punë të mrekullueshme duke e rritur vetëm. Faleminderit, u përgjigj ajo, e prekur nga lavdërimi. Ndonjëherë pyes veten nëse po bëj çdo gjë mirë. Nga sa shoh, po bën çdo gjë në mënyrë të përsosur. Ata udhëtuan në një heshtje komode për disa minuta përpara se Bora të mblidhte guximin për të bërë një pyetje që e mundonte prej ditësh. Dritan, pse u ktheve? Pas gjithë këtyre viteve, pse zgjodhe këtë qytet për të rifilluar? Ai u vonua për t'u përgjigjur, sikur po peshonte me kujdes fjalët e tij. Dëshiron përgjigjen e edukuar apo të vërtetën? Të vërtetën. Sepse kur nuk arrita të harroja. Sepse në çdo qytet ku banova, në çdo punë që pata, një pjesë e imja gjithmonë pyeste veten se çfarë do të kishte ndodhur nëse do të kisha bërë zgjedhje të ndryshme. Ai bëri një pauzë. Dhe sepse nëna ime u sëmur vitin e kaluar dhe kjo më bëri të kuptoja se disa gjëra nuk mund të presin për gjithmonë. Bora ndjeu zemrën t'i rritë shpejt. A është mirë nëna jote? Është më mirë, faleminderit. Ishte një frikë e madhe, por ajo u shërua plotësisht. Megjithatë, ajo periudhë më bëri të rimendoja shumë gjëra. Më bëri të kuptoja se po jetoja gjithmonë duke pritur momentin e përsosur, vendin e përsosur dhe po e lija jetën të kalonte. Po kafeneja. Ishte një ëndër që po e shtyja prej vitesh. Vendosa se ishte koha të ndaloja së shtyri dhe të filloja të jetoja. Ai e shikoi atë tërthorazi. Ndonse, për të qenë plotësisht i sinqert, zgjedhja për t'u kthyer këtu kishte shumë të bënte me shpresën për të gjetur ty. Rrëfimi e la Borën pa fjalë. Ishte saktësisht lloji i ndeshmërisë emocionale që Dritani kishte treguar gjithmonë, por që tani e linte atë të cenueshme dhe të frikësuar. Dritan. E di që është e komplikuar. E di që ke Ambrën, përgjegjësi, një jetë të ndërtuar. Nuk po kërkoj asgjë, Bora. Vetëm po tregohem i sinqert se pse u ktheva. Kur mbërritën në shtëpi, Dritani ndihmoi për të mbajtur Ambrën, e cila ende flinte thellë. Bora hapi derën dhe ai e çoi deri në dhomë, duke e vendosur me kujdes në krevat. Për disa çaste, ata qëndruan aty të palvizur, duke vëzhguar vajzën që flinte. Ajo duket si një engjëll, përshpëriti Dritani. Është ajo që dua më shumë në këtë botë, u përgjigj Bora. Çdo gjë që bëj është duke menduar për mirëqenien e saj. E kuptoj. Dhe e admiroj këtë. Kur zbritën në dhomën e ndenjes, Bora ofroi një kafe, më shumë nga nervozizmi se sa nga mirësjellja. Dritani pranoi dhe ata u ulën në divan, duke mbajtur një distancë respektuese por të ngarkuar me tension. Kjo shtëpi ka personalitetin tënd, komentoi Dritani, duke vëzhguar dekorimin e thjesht por komod. Duket saktësisht si lloji i shtëpisë që gjithmonë ke ëndërruar të kesh. Ti e mban mend këtë? Mbaj mend gjithçka, Bora.
Recetat e tua të preferuara, filmat që të bënin të qaje, ëndrat e tua për të pasur një bibliotek në shtëpi. Ai tregoi me gisht raftin e mbushur me libra. Dhe ti ja dole. Nostalgjia e momentit u ndërpre nga Ambra, e cila u shfaq në dhomë ende e përgjumur, duke tërhequr batanien e saj. Mami, pash një ëndër me yje që bin, mërmëriti ajo, duke ecur drejt divanit. Eja këtu, shpirt, e thiri Bora, dhe Ambra u struk mes saj dhe Dritanit në divan. Dritan, a ke parë ndonjëherë një yll që bie vërtet? Pyeti ajo, duke luftuar me gjumin. Kam parë disa. Dhe a e di cili është sekreti i yjeve që bin? Ambra tundi kokën, e interesuar. Ata shfaqen atëherë kur më pak e presim, por gjithmonë kur kemi më shumë nevojë. Dhe nëse bën një dëshirë, ata e bëjnë të ndodhë. Vërtet? Vërtet. Por duhet të jetë një dëshirë zemre. Ambra e konsideroi këtë me seriozitet. Dhe cila ishte dëshira jote kur pe një yll që binte? Dritani shikoi Borën përpara se të përgjigjej. Kërkova të ritakoja njerëzit që më bënin zemrën të lumtur. Përgjigja e preku Borën thellësisht. Kishte diçka në mënyrën se si Dritani fliste me Ambrën, në durimin dhe dashurinë e vërtet, që zgjonte ndjenja amtare që ajo nuk e dinte se ekzistonin. Ishte sikur të vëzhgoje një pjesë të një puzle që përshtatej në mënyrë të përsosur. Kur Ambra ra përsëri në gjumë, Dritani u ofrua ta çonte përsëri në krevat. Bora vëzhgoi nga dera e dhomës, ndërsa ai e mbulonte me kujdes, duke rregulluar lodrat e saj prej pellushi rreth saj. Ajo tashmë të sheh si pjesë të familjes, tha Bora kur zbritën përsëri. Po ti si më sheh? Pyetja e drejt për drejt e la të parmatosur. Unë nuk e di ende. Është e gjitha shumë konfuzuese, Dritan. Ambra nuk ka një figurë atërore, dhe po lidhet qartësisht me ty. Kam frikë se çfarë do të ndodhë nëse largohem përsëri? Po. Dritani ju afrua asaj, sytë e tij të gjelbër ishin serioz dhe të vendosur. Bora, unë nuk jam më i pasigurt 22 vjeçar që u largua pa luftuar për atë që donte. Mësova se disa gjëra në jetë vlejnë çdo rrezik, çdo sakrificë. Ai bëri një pauzë. Dhe ju të dyja vleni gjithçka. Përpara se Bora të mund të përgjigjej, Ambra u shfaq përsëri në shkallë, këtë herë plotësisht e zgjuar. Mami, harrova të tregoj. Në shkollë, mësueset shpresa tha se javën tjetër do të bëjmë një projekt për profesionet e prindërve. A mund të flas për kafen e Dritanit? Bora ndjeu botën t'i rrotulloi. Ambra, Dritani nuk është baba yt. Vajza u duk e konfuzuar. E di. Por ai është special për ne, apo jo? Dhe unë doja të flisja se sa bukur është të kujdesesh për një kafene me yje. Dritani u ul për të qenë në lartësinë e Ambrës. Do të ishte një nder ta kisha kafen time të përfshirë në projektin tënd. Por çfarë mendon të bisedojmë edhe për profesione të tjera? Mami jote, për shembull, ka një punë shumë të rëndësishme. Ambra pohoi me kokë, por Bora mund të shihte në sytë e vajzës se opsioni i saj i parë do të vazhdonte të ishte kafeneja. Pasi Dritani u largua, duke premtuar të vizitonte kafenen të nesërmen për të parë bimën e Ambrës, Bora u gjend përpara një realiteti që nuk mund ta injoronte më. Ambra po krijonte lidhje të thella me Dritanin, dhe ajo vetë po ndjente zemrën t'i hapej përsëri ndaj mundësive që i kishte varrosur prej vitesh. Atë natë, ndërsa e shtrirë në krevat përpiqej të procesonte gjithçka që kishte ndodhur, Bora mori një vendim. Ishte koha për të pasur një bisedë të sinqertë me veten se çfarë donte vërtet për të ardhmen e saj dhe të Ambrës. Ishte koha të vendoste nëse ishte e gatshme të rrezikonte përsëri zemrën e saj dhe, më e rëndësishmja, zemrën e vajzës së saj, në emër të një shansi për lumturi që dukej se më në fund ishte në dorë të tyre. Java pasuese solli ndryshime delikate, por domethënë se në rutinën e Borës dhe Ambrës. Vizitat në kafeja e yjeve u bën pjesë natyrale e ditëve të tyre, dhe Dritani dukej se integrohej gjithnjë e më shumë në jetët e tyre. Ishte ai të cilit Ambra i drejtohej për të ndarë lajmet e shkollës, ishte ai që ajo konsultonte për dyshimet e saj në astronomi, ishte ai që merrte vizatimet e saj më speciale. Bora vëzhgonte këtë afërsi në rritje me ndjenja konfliktuoze. Nga njëra anë, e shihte Ambrën më të lumtur dhe më rrezatuese se kur më parë. Nga ana tjetër, rritej në të një frikë e madhe se e gjithë ajo lumturi mund të shembej nëse Dritani vendoste të largohej përsëri. Të mërkurën e asaj jave, Ambra erdhi nga shkolla veçanërisht e shqetësuar.
Kishte ndodhur diçka në mësim që e kishte bërë të menduar dhe Bora vuri re se ajo ishte më e qetë se zakonisht gjatë rrugës për në kafene. Çfarë ndodhi sot në shkollë, shpirt? Pyeti ajo ndërsa po parkonin. Ambra luajti me rripin e çantës për disa sekonda përpara se të përgjigjej. Mësuese shpresa foli për projektin e profesioneve. Ajo tha se çdo fëmijë do të prezantoj për punën e babait dhe të mamit. Dhe çfarë ka këtu për t'u shqetësuar? Genti tha se fëmijët pa baba nuk mund ta bëjnë projektin siç duhet. Fjalët dolën të rrëmujshme, të ngarkuara me një trishtim që bëri që zemra e Borës të thërmohej. Ai tha se unë mund të flas vetëm për profesionin tënd sepse nuk kam baba për të folur. Bora ndjeu një zemërim të menjëhershëm kundër mizorisë fëmijërore, por kryesisht kundër vetvetes. Kishte kaluar 7 vite duke e shmangur këtë temë, gjithmonë duke i thënë Ambrës se ato të dyja ishin një familje e plot, por kur nuk ishte përballur siç duhet me pyetjet natyrale të vajzës mbi mungesën atërore. Ambra, eja këtu. Ajo fiku makinën dhe u kthye nga vajza. Genti e kishte gabim. Ti ke një familje të bukur dhe kjo është ajo që ka rëndësi. Por të gjithë fëmijët e tjerë kanë baba, mami. Pse unë nuk kam? Ishte pyetja që Bora gjithmonë e kishte ditur se do të vinte, por për të cilën kur nuk ishte ndjerë vërtet e përgatitur. Mori frym thellë, duke u përpjekur të gjente fjalë të përshtatshme për moshën e vajzës. Jo të gjitha familjet janë njësoj, e dashur. Disa kanë mami dhe babi, të tjerat vetëm mami ose vetëm babi, disa kanë gjyshër, xhaxhallar. Ajo që e bën një familje speciale nuk është kush është në të, por sa dashuri ekziston mes njerëzve. Ambra mendoi për një çast. Dhe ku është babai im? Babai yt ai zgjodhi një rrugë të ndryshme nga e jona. Ndonjëherë kjo ndodh. Ai nuk më deshi? Pyetja e drejtë për drejtë dhe e dhimbshme bëri që Bora të gëlltiste një ngashërim. Ai as nuk arriti të njihte, shpirt. Dhe është humbja e tij, sepse ti je njeriu më i mrekullueshëm në botë. Ambra qëndroi në heshtje, duke procesuar shpjegimin. Pastaj, me atë urtësinë e veçantë të fëmijëve, bëri një vëzhgim që e surprizoi Borën. Dritani më nje dhe më do pranë. Po, ai të do pranë. Atëherë mbase ai mund të jetë si babai im në projekt. Jo babai im i vërtet, por dikush special që kujdeset për ne. Bora ndjeu peshën e përgjegjësisë mbi shpatulla. Ambra po kërkonte qartësisht një figurë atërore të Dritani, dhe ndonë se kjo ishte natyrale dhe e kuptueshme, ishte gjithashtu e rrezikshme nëse pritshmëritë nuk menaxhoheshin me kujdes. Kur hyrën në kafene, Dritani menjëherë vuri re se diçka ishte ndryshe. Ambra nuk vrapoi për ta përshëndetur siç bënte gjithmonë, duke qëndruar pranë nënës me një shprehje serioze. Çdo gjë mirë këtu? Pyeti ai, duke u afruar me kujdes. Bora shpjegoi shkurtimisht situatën në shkollë, duke vëzhguar ndërsa fytyra e Dritanit mbushej me mirëkuptim dhe butësi. Ambra, tha ai, duke u ulur për të qenë në lartësinë e saj. A mund të tregoj një sekret? Vajza pohoi me kokë. Kur isha i vogël, pak a shumë në moshën tënde, prindërit e mi u ndan. Për një kohë të gjatë, ishim vetëm unë dhe nëna ime. Dhe a e di diçka? Disa nga fëmijët më të guximshëm dhe më special që njoh janë rritur vetëm nga mami ose vetëm nga babi. Vërtet? Vërtet. Sepse kur dikush duhet të jetë babi dhe mami në të njëjtën kohë, siç bën mami jote, ky person zhvillon një dashuri dhe një forcë që janë të dy fishta. Ambra mendoi për këtë. Dhe çfarë tregove në projektin e shkollës? Fola për nënën time. Për faktin se si ajo punonte gjatë ditës dhe studionte natën për të na dhënë një jetë më të mirë. Ishte prezantimi më krenar i jetës sime. Bora ndjeu sytë ti mbusheshin me lodh. Dritani gjithmonë dinte saktësisht se çfarë të thoshte, gjithmonë gjente fjalët e duhura për të shëruar plagë që ajo as nuk e dinte se ekzistonin. Dritan, tha Ambra pas një momenti, a mund të bëj një pyetje të rëndësishme? Sigurisht. Nëse unë do të doja nëse mami ime do të më linte, a mund të ishe ti si babai im i huazuar? Vetëm për gjërat e rëndësishme? Heshtja që pasoi ishte e ngarkuar me emocion. Bora pa lot që u formuan në sytë e Dritanit përpara se ai të përgjigjej. Do të ishte nderi më i madh i jetës sime, Ambra. Por kjo është një vendim që duhet ta bisedoj me mamin tënd më parë. Ambra pohoi me seriozitet, sikur ta kuptonte kompleksitetin e situatës më mirë se sa një fëmijë 7 vjeçar duhet ta kuptojë.
Atë pasdite, pasi ambrara në gjumë në një nga koltukët e kafenes ndërsa lexonte, Bora dhe Dritani më në fund patën bisedën që të dy e dinin se ishte e pashmangshme. Ajo po lidhet shumë me ty, tha Bora, zëri i saj ishte i ngarkuar me shqetësim. Dhe unë me të, pranoi Dritani pa hezituar. Bora, e di që kjo është e komplikuar, por nuk mund të shtirem sikur nuk ndjej një dashuri atërore për Ambrën. Ajo zgjoi të unë ndjenja që as nuk e dija se ekzistonin. Dhe nëse vendos të largohesh përsëri, po sikur të lodhesh duke luajtur familjesh. Ambra nuk është një eksperiment, Dritan. Akuzimi e goditi atë si një shuplag. Ti vërtet mendon se do të isha i aftë të bëja këtë? Pas gjithë asaj që kemi biseduar, ti mendon se do të luaja me ndjenjat e një fëmije? Nuk di çfarë të mendoj. Ti u largove një herë pa parë prapa. Si mund të jem e sigurt që nuk do ta bësh përsëri? Dritani mori frym thellë, duke u përpjekur qartësisht të kontrollonte emocionet e tij. Ke të drejtë. Unë u largova. Dhe ishte gabimi më i madh i jetës sime. Por isha 22 vjeç, Bora. Isha i papjekur, kisha frikë nga angazhimi, mendoja se bota do të më ofronte miliona mundësi dhe se gjithmonë do të kishte kohë për t'u kthyer prapa. Ai u ngrit dhe eci drejt dritares duke vëzhguar Ambrën që flinte. Por kalova 14 vite duke mësuar se disa mundësi nuk kthehen. Kalova 14 vite duke u penduar që zgjodha një punë në vend që të luftoja për ty. Dhe çfarë ndryshoi? Unë ndryshova. Jeta më mësoi se karriera, parat, suksesi profesional, asgjë nga këto nuk vlen nëse nuk e dik për të ndarë. U ktheva këtu jo sepse po ikja nga diçka, por sepse më në fund pata guximin të luftoja për atë që vërtet ka rëndësi. Bora ndjeu zemërimin e saj duke u shpërbër, i zëvendësuar nga një konfuzion ndjenjash që e linte atë të cenueshme. Dritan, unë kam frikë. Nga çfarë? Të besoj ty të lejoj Ambrën të besoj ty të zbuloj se kjo përrall do të përfundoj në një tjetër zhgënjim. Dritani u kthye për ta parë. Çfarë mund të bëj për të vërtetuar se qëllimet e mia janë serioze? Nuk e di. Mbase asgjë. Mbase është thjesht çështje kohe. Atëherë më jep kohë. Më jep shansin të vërtetoj se nuk jam më burri që u largua. Se jam burri që mësoi se lumturia është këtu, me ju të dyja. Ambra lëvizi në koltuk, mërmëriti diçka të pakuptueshme në gjumë. Të dy e vëzhguan për një moment dhe Bora ndjeu zemrën t'i shtrëngoi kur pa shprehjen e mbrojtjes dhe dashurisë në fytyrën e Dritanit. Ajo kur nuk ka pasur një figurë atërore, tha me zë të ulët. Nuk e di si është të kesh dikë për ta mbrojtur, për t'i mësuar gjëra që unë nuk mund t'ja mësoj, për t'i dhënë asaj llojin e dashurisë që vetëm një baba mund ta javë. Po ti? Nuk ke menduar kur ta kesh këtë gjithashtu? Pyetja e zuri në befasi. Çfarë? Dik për të mbrojtur ty për të ndarë përgjegjësi. Për të dashuruar ashtu siç meriton të jesh e dashuruar. Bora ndjeu lotët të rridhnin përpara se të kuptonte se po qante. Unë mësova të jem e fortë vetëm. Nuk di më si të jem e brisht, si të varem nga dikush. Dritani ju afrua asaj ngadalë, sikur po merrej me një kafshë të plagosur. Ti nuk ke nevojë të jesh e fortë gjatë gjithë kohës, Bora. Jo me mua. Kur ai e tërhoqi në një përqafim, ajo nuk rezistoi. Për herë të parë në 7 vite, i lejoi vetes të ishte vetëm një grua në krahët e një burri që e donte. Qau për të gjitha frikërat, të gjitha përgjegjësitë e vetmuara, të gjitha netët kur pyeste veten nëse po bënte çdo gjë mirë. Unë premtoj, pëshpëriti Dritani në veshin e saj, se nëse më jep këtë shans, nuk do ta shpërdoroj. Premtoj se do t'ju dua të dyjave me gjithçka që kam. Ambra zgjodhi atë moment për t'u zgjuar, duke fërkuar sytë dhe duke vëzhguar të dy të përqafuar me kuriozitet fëmijëror. A jeni të dashur tani? Pyeti me natyrshmërinë që kanë vetëm fëmijët. Dritani dhe Bora u ndan, të dy duke u skuqur si adoleshentë. Bora nuk dinte çfarë të përgjigjej, por Dritani u ul pranë Ambrës. Po përpiqemi ta zbulojmë këtë, astronomia e vogël. Dhe a mund të ndihmoj unë për të vendosur? Si kështu? Ambra buzëqeshi, shpreha e saj e parë vërtet e lumtur e ditës. Nëse ju lidheni, a mund të thëras babi Dritan? Dhe a mund të vish të jetosh me ne dhe të më mësosh të përdor teleskopin çdo natë? Pafajësia dhe dëshira e sinqertë në zërin e vajzës ishin më të fuqishme se çdo argument.
Bora shikoi dritanin dhe pa në sytë e tij të njëjtën dashuri që ndjente duke u rritur në zemrën e saj. Le të shkojmë ngadalë, dakord, Ambra, tha më në fund. Këto gjëra të rëndësishme kanë nevojë për kohë që të ndodhin siç duhet. Në rregull. Por a do të provoni? Dritani shikoi Borën duke kërkuar leje për t'u përgjigjur për të dy. Ajo pohoi pothuajse në mënyrë të padukshme. Do të provojmë, premtoi ai dhe vulosën aty një pakt që do të ndryshonte jetët e tyre përgjithmonë. Muajt pasues sollën një transformim gradual, por të thellë në jetën e të treve. Dritani filloi të merrte pjesë në darkat në shtëpi, ndihmonte Ambrën me detyrat e shtëpisë dhe u bë një prani konstante në fundjavë. Lidhja mes tij dhe Borës evoluonte me kujdes, të dy të vetëdijshëm se nuk po ndërtonin vetëm një romancë, por një familje. Ambra lulëzonte me vëmendjen e dy fish, por ishte në një pasdite të së enjtes që situata mori një kthes të papritur. Bora mbërriti në kafene për të marrë vajzën, siç ishte bërë zakon kur dilte më herët nga puna, dhe gjeti Ambrën në lot duke u ngushëlluar nga Dritani. "Çfarë ndodhi?" pyeti ajo, duke vrapuar pranë vajzës. Drejtoresha e shkollës telefonoi, shpjegoi Dritani, shpreha e tij ishte e shqetësuar. Ambra pati një diskutim me Gentin në mësim dhe përfundoi duke i treguar mësuese shpresës se unë isha mirë, se unë isha babai i saj i ri. Bora ndjeu stomakun t'i shtrëngoi. Ishte saktësisht lloji i situatës që kishte pasur frikë. "Shkolla kërkon një mbledhje nesër", vazhdoi Dritani. "Duket se Ambra i ka thënë mësueses se ti dhe unë ishim të martuar dhe se ajo më në fund kishte një familje normale." Ambra ngashëreu më fort. "Unë vetëm doja që Genti të ndalonte se thëni se unë isha ndryshe. Doja që ai ta dinte se edhe unë kam një baba." Bora u ul në gjunjë pranë vajzës, zemra e ndarë mes mirëkuptimit të dëshirës së vajzës dhe shqetësimit për pasojat e situatës. "Ambra, shpirti im, ne biseduam për këtë. Dritani është shumë special për ne, por nuk mund të gënjejmë njerëzit." "Por pse nuk mund të jetë e vërtet, qau Ambra? Pse nuk mund të martoheni shpejt? Unë e di që ju e pëlqeni njëri tjetrin." Pyetja e pafajshme bëri jehon në kafenen e qetë, e ngarkuar me një dëshirë aq të pastër sa që i la të rriturit pa fjalë. Dritani u ul për të qenë në lartësinë e Ambrës. "Astronome e vogël, dashuria e vërtet nuk është diçka që mund ta nxitojmë. Ka nevojë të rritet ngadalë, si bimët që ti i kuron aq mirë. Por unë tashmë ju dua të dyve. Pse nuk mund të jetë më e thjeshtë?" Atë natë, pasi vuri Ambrën në gjumë, Bora dhe Dritani biseduan gjatë për situatën. Ishin ulur në balkonin e shtëpisë, duke vëzhguar yjet që Ambra aq shumë i admironte. "Mbledhja në shkollë do të jetë e komplikuar", tha Bora. "Ata do të duan të kuptojnë se cili është saktësisht roli yt në jetën e saj." "Dhe cili është?" pyeti Dritani. "Sepse unë vetë nuk di më ta përcaktoj. Di që e dua thellësisht sikur të ishte vajza ime. Di që do të bëja çdo gjë për ta mbrojtur. Di që kur ajo është e trishtuar, unë ndjej sikur është dhimbja ime." "Dritan." "Bora, unë nuk po luaj shtëpish. Ajo që ndjej për Ambrën është reale. Ajo që ndjej për ty është reale. Dhe po bëhet gjithnjë e më e vështirë ta mbajmë këtë indefinite." Bora mori frym thellë. Ishte e vërtetë. Në muajt e fundit, ata kishin krijuar një rutinë, një intimitet, një lidhje që shkonte shumë përtej nostalgjisë së dashurisë së parë. Ishte sikur po ndërtonin diçka të re mbi themelet e asaj që dikur ishin. "Çfarë po propozon?" Dritani u kthye për ta parë. "Që të ndalojmë së pasuri frikë. Që të marrim përsipër atë që kjo është bërë. Dhe nëse shkon keq, po sikur të mos funksionoj, Ambra tashmë është aq e përfshirë. Dhe po sikur të shkoj mirë, po sikur të funksionoj, po sikur të jemi një familje e vërtet." Fjala familje qëndroi mes tyre me gjithë peshën dhe kuptimin e saj. Ishte kjo ajo që ishin bërë, kuptoi ajo. Në gjestet e vogla të përditshmërisë, në shqetësimet e ndara, në momentet e dashurisë spontane, ata tashmë ishin një familje. Vetëm se nuk e kishin zyrtarizuar. "Unë kam frikë", pranoi Bora. "Edhe unë. Por kam më shumë frikë ta shpërdoroj këtë shans." Mëngjesin tjetër, të tre u drejtuan bashkë për në shkollë. Ambra ishte nervoze, duke shtrënguar dorën e të dy të rriturve ndërsa ecnin në korridor deri në zyrën e drejtorisë.
Drejtoresha Lira i priti me një buzëqeshje mirëkuptuese, por kishte një seriozitet në sytë e saj që tregonte se biseda do të ishte delikate. Zoti Dritan, filloi ajo, duhet të kuptoj se cila është saktësisht lidhja juaj me Ambrën. Për regjistrat tanë dhe për mirëqenien e fëmijës, është e rëndësishme që të kemi qartësi mbi figurat e autoritetit në jetën e saj. Dritani shikoi Borën, e cila pohoi pothuajse në mënyrë të padukshme. Unë jam dikush që i do thellësisht si Ambrën ashtu edhe nënën e saj. Nuk jam babai biologjik i saj, por jam prezent në jetën e saj prej muajsh, duke ndihmuar në edukimin dhe kujdesin e saj. Drejtoresha bëri disa shënime. Dhe a keni plane për ta zyrtarizuar këtë lidhje? Pyetja ra si një bombë në heshtjen e zyrës. Ambra shikoi me shpresë nga njëri i rritur te tjetri. Jemi duke e konsideruar këtë mundësi, u përgjigj Bora, e surprizuar nga guximi i saj. Mami, pëshpëriti Ambra, sytë e saj shkëlqenin nga shpresa. Vërtet do të martoheni? Bora shikoi Dritanin dhe pa në sytë e tij të njëjtën siguri që ndjente duke u rritur në zemrën e saj. Ambra, nëse drejtoresha Lira na lejon, a mund të bisedojmë për këtë në shtëpi? Mbledhja përfundoi me premtimin se Ambra do të ishte më e kujdesshme me atë që thoshte në shkollë, por gjithashtu me mirëkuptimin se Dritani ishte një prani e qëndrueshme dhe pozitive në jetën e saj. Në rrugën e kthimit, Ambra ishte euforike, duke bërë mira plane se si do të ishte ta kishte Dritanin zyrtarisht në familje. Por ishte vetëm kur mbërritën në shtëpi që biseda serioze ndodhi vërtet. Ambra, tha Bora, duke ulur pranë vajzës në divan, nëse Dritani dhe unë vendosim të martohemi, do të ishte një hap shumë i rëndësishëm. A e kupton se çfarë do të thoshte kjo? Që ju do të premtoni të doni njëri tjetrin për gjithmonë? Pikërisht. Dhe që Dritani do të bëhej zyrtarisht pjesë e familjes sonë. Ambra mendoi seriozisht për një moment. Dhe ai do të ishte babai im i vërtet? Dritani u ul në gjunjë përpara vajzës. Ambra, unë kur nuk do të përpiqesha të zëvendësoja ose të fshija rëndësinë e babait tënd biologjik. Por nëse mami jote pranon, do të adhuroja të isha babai që kujdeset për ty çdo ditë. Dhe ti do të më mësosh të ngas makinën kur të rritem? Do të mësoj. Dhe të më çosh të shoh yjet që bin? Sa herë që të ketë. Dhe të më ndihmosh me detyrat e matematikës? Veçanërisht me matematikën. Ambra buzëqeshi, e kënaqur me përgjigjet. Atëherë unë mendoj se ju duhet të martoheni po. Atë natë, pasi Ambra ra në gjumë, Dritani mori guximin të bënte atë që po planifikonte për javësh. Doli nga shtëpia duke thënë se kishte harruar diçka në kafene, por u kthye një orë më vonë me një objekt të vogël në duar. Bora, tha ai, duke u ulur në gjunjë në dhomën ku ajo po lexonte. E di që mbase është e nxituar, e di që historia jonë është e komplikuar dhe se kemi përgjegjësi të mëdha. Por gjithashtu e di që shpërdorova 14 vite larg teje dhe nuk dua të shpërdoroj as edhe një ditë më shumë. Ai hapi një kuti të vogël, duke zbuluar një unas të thjesht por të bukur, me një diamant të vogël që kapte dritën e llambës si një yll. Nuk është për të fshirë të kaluarën apo për të shtirur sikur nuk pati dhimbje. Është për të ndërtuar një të ardhme bashkë. Është për t'i dhënë Ambrës familjen që ajo aq shumë dëshiron dhe për t'i dhënë vetes son shansin të jemi të lumtur. Bora ndjeu lotët t'i rridhnin në përfytyrë. Dritan. A dëshiron të martohesh me mua? Dëshiron të ndërtojmë një familje të vërtet? Jo të përsosur, por reale dhe plot me dashuri? Përpara se ajo të mund të përgjigjej, Ambra u shfaq në shkallë, qartësisht duke u shtirur sikur sapo ishte zgjuar. Mami, do të thuash po, apo jo? Sepse unë tashmë u tregova të gjithë hyjeve të mi se ato do të kishin një baba për t'u kujdesur për to gjithashtu. Pafajësia e ndërhyrjes i bëri të tre të qeshnin mes lotëve. Bora shikoi Dritanin, pa Ambrën duke vëzhguar me pritshmëri dhe e diti se përgjigja e saj ishte shkruar tashmë në zemër prej muajsh. Po, tha thjesht. Po, unë dua. Ambra bërtiti nga gëzimi dhe vrapoi të hidhej në krahët e të dyve. Aty, të përqafuar në dhomën e ndenjes që ishte bërë zemra e familjes së tyre të improvizuar, ata vulosën premtimin se dashuria mundet, po, të jap shanse të dyta, dhe se familjet më të bukura ndonjëherë janë ato që zgjedhim të ndërtojmë me zemër. 6 muaj pas propozimit për martesë, një mëngjes dhjetori solli me vete realizimin e një ëndre që dukej e pamundur kur çdo gjë filloi.
Kafeja e yjeve ishte dekoruar me lule të bardha dhe detaje të arta, e transformuar në skenën e përsosur për një festim intim dhe special. Ambra, duke veshur një fustan të bardhë që ajo vetë e kishte dekoruar me yje të vizatuar me boj të artë, vraponte nëpër kafene duke verifikuar çdo detaj të dekorimit. Kishte këmbëngulur të merrte pjesë në të gjitha përgatitjet, duke thënë se ishte dasma e të treve, jo vetëm e të dyve. Mami, shiko, thiri ajo, duke treguar varsen e yjeve që Dritani kishte varur mbi vendin ku do të bënin betimet. Yjet po shkëlqejnë me dritën e diellit. Është një shenjë se babi dhe gjyshi po na shikojnë nga qielli. Bora ndjeu zemrën t'i shtrëngoi. Ambra kishte filluar t'i referoi babait të saj biologjik si babi në qiell dhe Dritanit si babi këtu, një formë e ëmbël dhe e pafajshme për t'i nderuar të dy pa krijuar konflikte në zemrën e saj të vogël. Me siguri po na shikojnë, shpirt, u përgjigj Bora, duke rregulluar një fije floku të vajzës. Dhe janë shumë krenar duke parë familjen ton duke u formuar. Dritani u shfaq nga kuzhina, ku kishte qenë duke përfunduar detajet e fundit të bufes që ai vetë kishte përgatitur. Ishte elegant në kostumin e tij blu të errët, por Bora mund të shihte nervozizmin në sytë e tij. Çdo gjë gati, pyeti ai, duke ju afruar atyre. Po thuaj se çdo gjë, u përgjigj Ambra me seriozitet. Mungon vetëm një gjë e rëndësishme. Çfarë mungon, organizatore e vogël? Ambra vrapoi deri te banaku dhe u kthye me një kuti të vogël të paketuar. Dhurata e dasmës që bëra për ju. Bora dhe Dritani shkëmbyen vështrime të surprizuara. Ambra nuk kishte përmendur asnjë dhuratë. Mund ta hapësh, tha vajza, duke u hedhur nga ankthi. Brenda kutis kishte një kornizë të vogël me një fotografi të treve të bërë në planetar, muaj më parë. Por rreth fotos, Ambra kishte ngjitur yje të vegjël të argjend dhe kishte shkruar me shkrimin e saj të kujdesshëm: familja jon prej 3 yjesh, mami yll, babi yll dhe vajza yll. Përgjithmonë bashkë në të njëjtin qiell. Bora ndjeu lotët të rridhnin nëpër fytyrë përpara se të mbaronte së lexuari. Dritanit ju desh të pastronte fytin disa herë përpara se të mund të fliste. Ambra, kjo është dhurata më e bukur që kam marrë ndonjëherë në jetën time. Dhe më e rëndësishmja, shtoi Bora, duke përqafuar vajzën. Ceremonia ishte e thjeshtë dhe emocionuese. Vetëm disa miq të ngushtë, prindërit e Dritanit që erdhën posaçërisht nga rrethet dhe motra e Borës që mbërriti nga udhëtimi një ditë më parë. Gjykatësi i paqes, një zotëri i sjellshëm i quajtur Ilir, kishte pranuar të kryente ceremoninë në ambientin special të kafenes. Kur erdhi koha e betimeve, Dritani shikoi thellë në sytë e Borës dhe filloi. Bora, para 14 vitesh unë bëra gabimin të zgjidhja një rrugë pa ty kalova gjithë këto vite duke mësuar se asnjë sukses profesional, asnjë arritje materiale nuk vlen asgjë nëse nuk kemi këtë duam vërtet. Zëri i tij u drodh lehtë. Sot, premtoj të dua ty dhe Ambrën çdo ditë të jetës sime. Premtoj të jem babai që Ambra meriton dhe shoku që ti gjithmonë ke ëndërruar të kesh. Premtoj se, këtë herë, asnjë forcë në botë nuk do të më bëjë të largohem, sepse më në fund kuptova se shtëpia ime nuk është një vend, është aty ku jeni ju. Bora mori frym thellë përpara se të përgjigjej, duke mbajtur duart e Dritanit. Dritan, ti u ktheve në jetët tona si një yll që bie, i papritur, i shndritshëm dhe duke realizuar një dëshirë që unë as nuk e dija se e kisha bërë. Gjatë 7 viteve, ndërtova një jetë duke menduar se ishim vetëm Ambra dhe unë kundër botës. Ti më mësove se ishim në fakt 2 njerëz që prisnim për pjesën e tretë të puzzle-it. Ajo shikoi Ambrën, e cila vëzhgonte gjithçka me vëmendje solemne. Sot premtoj të ndaj me ty jo vetëm dashurinë time, por vajzën time, ëndrat e mia dhe të gjitha ditët që na mbeten. Premtoj se familja jon do të ndërtohet mbi dashurinë, respektin dhe sigurinë se bashkë jemi më të fortë. Kur gjykatës Iliri pyeti nëse Ambra kishte diçka për të thënë, vajza u hodh përpara pa hezitim. Unë vetëm doja të thosha se tani jemi një yjesi e vërtetë. Dhe yjesit kur nuk ndahen, rrinë gjithmonë bashkë në qiell që njerëzit të mund të gjejnë rrugën për në shtëpi. Nuk kishte asnjë person në ceremoni që nuk ishte i emocionuar nga fjalët e vajzës. Kur Dritani dhe Bora u puthën për të vulosur bashkimin, Ambra u shtrydh mes tyre, duke e shndërruar puthjen në një përqafim familjar. Festim vazhdoi gjatë pasdites me Ambrën që vepronte si mikpritse e vogël, duke u treguar të gjithë të pranishmëve se si kishte ndihmuar babi Dritanin të fitonte mamin dhe për planet e saj për të pasur vëllezër të vegjël për të plotësuar yjesin.
Ishte gjatë festës që ndodhi momenti më emocionues i ditës. Dritani kërkoi vëmendjen e të gjithëve dhe thiri Ambrën në qendër të kafenes. Ambra, që nga dita e parë që u njohëm, ti më fitove me inteligjencën tënde, dashurinë tënde dhe mënyrën tënde speciale për ta parë botën. Sot, përveç se martohem me mamin tënd, do të doja të bëja një kërkesë zyrtare ty. Ambra e shikoi me kuriozitet. A do të më jepje nderin të isha zyrtarisht baba yt? Jo vetëm në zemër, por edhe në letër. Heshtja që pasoi ishte e ngarkuar me emocion. Ambra shikoi mamin, e cila pohoi me lot në sy, pastaj u kthye nga Dritani. Kjo do të thotë se ti do të më adoptosh vërtet? Nëse ti dëshiron. Do të thotë se mbiemri yt do të bëhet Berisha gjithashtu, dhe se unë do të jem ligjërisht përgjegjës për të kujdesur për ty përgjithmonë. Ambra nuk u përgjigj me fjalë. Në vend të kësaj, vrapoi në krahët e Dritanit dhe i përshpëriti diçka në vesh që vetëm ai mundi ta dëgjonte. Të dua, babi. Atëherë Dritani zbuloi surprizën e tij të dytë të ditës. E çoi Ambrën te një tavolinë ku ishte një kuti e vogël e artë. Çfarë është kjo? Pyeti vajza. Hape dhe zbuloje. Brenda kutisë kishte një varse të artë në formë ylli, me një mbishkrim të vogël, Ambra Berisha, ylli ynë më i shndritshëm. Që unë të kujtohem gjithmonë se ti më solle familjen më të bukur të universit, shpjegoi Dritani, duke i vendosur gjerdanin në qafë vajzës. Ambra preku yllin e artë dhe buzëqeshi me një lumturi që ndriçonte gjithë kafenen. Tani kam një yll të vërtet që mund ta mbaj gjithmonë me vete. Festa zgjati deri në fund të pasdites, por momenti më special ishte ende duke ardhur. Kur të gjithë të ftuarit u larguan dhe kafeneja u kthye në gjendjen e saj normale, të tre u ulën në një nga tavolinat pranë dritares, të lodhur por plotësisht të lumtur. Dhe tani, pyeti Ambra. Çfarë bëjmë pas një dasme? Tani jetojmë historinë tonë, u përgjigj Bora. Ditë pas dite, duke ndërtuar kujtime dhe duke u kujdesur për njëri tjetrin. Dhe a mund të ham darkë këtu në kafene ndonjëherë? Sa herë të duam, tha Dritani. Ky vend gjithmonë do të jetë shtëpia jonë speciale, ku çdo gjë filloi. Ambra u ngrit dhe shkoi te muri ku vizatimi i saj i parë ishte ende i kornizuar. Pranë tij, Dritani kishte varur dhuratën që ajo kishte dhënë në dasmë, kuadrin e familjes me 3 yje. E dini, tha vajza, duke soditur kuadrot, unë mendoj se yjet e vërtet komplotuan që ne të takoheshim. Pse e mendon këtë? Pyeti Bora. Sepse mami ti ndalove këtu atë ditë për shkak të një force që nuk mund ta shpjegoje. Dhe babi Dritan u kthye në qytet sepse ndjente se duhej të ishte këtu. Dhe unë gjithmonë i kam dashur yjet pa e ditur pse. Ambra buzëqeshi. Mendoj se yjet e dinin se ne kishim nevojë të ishim bashkë. Dritani dhe Bora shkëmbyen vështrime, të prekur nga urtësia e vajzës. Mbase Ambra kishte të drejtë. Mbase fati, universi, ose thjesht forca e dashurisë së vërtet kishte komplotuar për të bashkuar 3 zemra që i përkisnin njëra tjetrës. Atë natë, kur ishin tashmë në shtëpi dhe Ambra flinte e qetë në dhomën e saj, tani e dekoruar edhe me disa bimë që Dritani i kishte dhuruar, Bora dhe Dritani u ulën në balkon për të vëzhguar yjet. A pendohesh për ndonjë gjë? Pyeti Bora, e strukur në krahët e burrit të saj. Vetëm që u vonova aq shumë për t'u kthyer. Por besoj se mbase kishim nevojë të kalonim në për gjithçka që kaluam për të arritur këtu mjaftueshëm të pjekur për ta vlerësuar atë që kemi. Ambra kishte të drejtë për yjesit që nuk ndahen kurrë. Ajo ka të drejtë për shumë gjëra. Është një fëmijë i urtë. Fëmia ynë i urtë, korrigjoi Bora. Dritani buzëqeshi dhe e tërhoqi më pranë. Fëmia ynë i urtë. Familja jon. Yjesia jon. Ata që ndruan kështu deri vonë, duke vëzhguar qiellin me yje dhe duke planifikuar të ardhmen që më në fund mund ta ndërtonin bashkë. Një familje e formuar jo nga lidhjet e gjakut, por nga lidhjet edhe më të forta të dashurisë së zgjedhur, të angazhimit ditor dhe të sigurisë se ndonjëherë, historitë më të bukura janë ato që na japin një shans të dytë për të shkruar fundin e përsosur. Kur dielli filloi të perëndonte në horizont, duke ngjyrosur qiellin me nuanca të arta dhe roz, të tre më në fund u gjendën vetëm në kafenen që kishte qenë skena e aq shumë zbulimeve. Lulet e fundit të dekorimit ende parfumonin ambientin dhe varset e yjeve lëkundeshin butësisht me fllatin e pasdites që hynte nga dritaret e hapura.
Ambra kishte këmbëngulur të ndihmonte dritanin të hiqte gjurmët e fundit të festës, duke organizuar çdo detaj me kujdesin që vetëm një fëmijë 7 vjeçar mund të tregonte. Duart e saj të vogla palosnin pecetat që tepruan, rreshtonin pjatat e mbetura dhe verifikonin nëse të gjitha bimët e kafenes kishin ujë të mjaftueshëm. Babi Dritan, tha ajo, duke përdorur titullin e ri me krenari të dukshme, a mund të marr disa lule për në shtëpi? Dua të bëj një buqet për dhomën tonë. Bora dhe Dritani shkëmbyen vështrime argëtues. Dhoma jon, Ambra tashmë e kishte riorganizuar mendërisht shtëpinë për të akomoduar konfigurimin e ri familjar. Sigurisht, yll i vogël. Mund të zgjedhësh ato që të pëlqejnë më shumë. Ndërsa Ambra po i dedikohej misionit të saj lulor, Bora ju afrua Dritanit, i cili po mblidhte karriget e fundit të marra hua për ceremoninë. Kishte diçka thellësisht prekse ta shija atë duke u kujdesur për detajet praktike pas një prej ditëve më të rëndësishme të jetës së tyre. A je mirë? Pyeti ajo, duke i vendosur dorën në krah. Dritani ndaloi atë që po bënte dhe e vështroi. Sytë e tij të gjelbër shkëlqenin me një emocion që ajo e njohu menjëherë, ishte e njëjta shprehje që ai kishte në moshën 22 vjeçare kur flisnin për të ardhmen që ëndërronin të ndërtonin bashkë. Më mirë se sa kam qenë në 14 vite, u përgjigj ai, duke e tërhequr në një përqafim. E di, gjatë gjithë këtyre viteve larg këtu, krijova skenar në mendjen time se si do të ishte të ritakoheshim. Por asnjëri prej tyre nuk i afrohej realitetit. Dhe si e imagjinoje? Mendoja se do të ishte dramatike, plot me shpjegime dhe kërkesa për falje. Kur nuk e imagjinova se do të ishte aq natyrale. Sikur të ishim dy pjesë të një puzle që më në fund gjetën vendin e tyre. Ambra ndërpreu momentin romantik duke u shfaqur me një buqet të improvizuar me lule të bardha dhe të verdha. Shikoni. Bëra një buqet për mamin që ta mbaj si kujtim. Është e mrekullueshme, shpirt, tha Bora, duke pranuar dhuratën. Do të thajmë disa nga këto lule në librin special kur të mbërrim në shtëpi. Cilin libër special? Një album që do të bëj me të gjitha fotot dhe kujtimet e dasmës son. Që ti të mund t'ua tregosh fëmijëve të tu një ditë. Ambra u duk se e konsideroj këtë me seriozitet. Fëmijët e mi do të jenë vëllezër të bebit që do të keni ju? Pyetja i zuri të rriturit në befasi. Ata ende nuk kishin biseduar për të pasur fëmijë bashk, ndonse mundësia qëndronte në ajër si një premtim i paverbalizuar. Ambra, tha Dritani, duke u ulur për të qenë në lartësinë e saj, së pari duhet të mësohemi të jemi një familje prej 3 personash. Pastaj, nëse Zoti do dhe mami jote pranon, mbase mund të mendojmë të rrisim yjesin ton. Unë do të adhuroja të kisha një vëlla ose motër të vogël, deklaroi Ambra. Kështu mund të mësoj për yjet, njësoj siç babi Dritan më mësoi mua. Bora ndjeu zemrën t'i ngrohej duke dëgjuar Ambrën t'i referohej Dritanit si babi me aq natyrshmëri. Ishte sikur ajo po e testonte fjalën, duke shijuar si tingëllonte në gojën e saj. Tani për tani, tha Bora, çfarë mendoni të fokusohemi të jemi familja më e mirë prej 3 personash që mundemi? Kur mbaruan së organizuari çdo gjë në kafene, tashmë ishte natë. Dritani mbylli derën me një kujdes special, fundja, ai vend gjithmonë do të ishte i shenjtë për ta. Ishte aty ku fati i bashkoi përsëri, aty ku Ambra gjeti një baba zemre, aty ku vulosën premtimin e një jete të tërë bashkë. Rruga deri në shtëpi u mbush nga bisedat e gëzuara të Ambrës, e cila tregonte çdo moment të ceremonisë sikur të rriturit nuk kishin qenë të pranishëm. Ajo përshkruante emocionin që ndjeu kur pa Dritanin duke i vendosur unazën në dorë nënës, si pothuajse qau kur ata u puthën, dhe si u ndje e rëndësishme duke mbajtur petalet e trëndafilave. A e dini cila ishte pjesa më e bukur? Pyeti ajo kur ishin pothuajse duke mbërritur. Cila? U përgjigjën të dy në kor. Kur gjykatës Iliri tha se tani jemi zyrtarisht një familje. Sepse deri atëherë nuk e dija nëse ishte vetëm një ëndër e imja apo ishte e vërtetë. Pafajësia e vëzhgimit e preku thellësisht Borën. Gjatë muajve, ajo ishte shqetësuar për pritshmëritë që Ambra po krijonte, me frikë se vajza do të zhgënjej nëse gjërat nuk shkonin mirë. Por aty ishte vajza e saj, rrezatuese dhe e sigurt, më në fund me sigurinë se i përkiste një familjeje të plotë. Kur mbërritën në shtëpi, Ambra vrapoi në dhomë për të përgatitur hapësirën e babi Dritanit. Bora dhe Dritani qëndruan në dhomën e ndenjes, duke procesuar ende madhështinë e asaj që kishte ndodhur atë ditë.
E di, tha Dritani, duke ullur në divan dhe duke tërhequr borën pranë tij, ka një gjë që doja të tregoja prej muajsh, por kur nuk gjeta momentin e duhur. Çfarë është? Dritani shkoi te xhaketa e tij dhe nxori diçka nga xhepi i brendshëm. Ishte një letër e vogël e zverdhur, e ruajtur me kujdes në një portofol të vjetruar nga koha. A e mban mend këtë? Bora shikoi letrën dhe ndjeu lotët të buronin menjëherë. Ishte një shenjues librash që ajo i kishte bërë Dritanit pak ditë përpara se ai të largohej nga qyteti, 14 vite më parë. Një letër e thjeshtë në të cilën ajo kishte vizatuar një yll blu dhe kishte shkruar, që ti të mos harrosh kur të gjesh rrugën për në shtëpi. Ti e ke ruajtur këtë gjithë këtë kohë? E mbajta me vete në çdo ndryshim, në çdo qytet të ri. Sa herë që ndjeja se isha i humbur, shikoja këtë yll dhe të kujtoja ty. Zëri i tij u bë i mbytur. Kujtoja dashurinë që kishim, thjeshtësinë e ëndrave tona, mënyrën se si ti më bëje të ndjeja se mund të isha çdo gjë, mjafton të isha pranë teje. Bora preku letrën me delikatesë, sikur të ishte një artefakt i çmuar. Pse nuk më kërkove kur më parë? Frika. Krenaria. Siguria se ti kishe ecur përpara dhe ishe e lumtur pa mua. Derisa një ditë kuptova se disa plagë shërohen vetëm kur kemi guximin të kthehemi në vendin ku ato filluan. Ambra u shfaq në dhomë me pijame me yje, duke mbajtur një libër astronomie dhe ariun prej pellushi që e shoqëronte që kur ishte foshnjë. A mund të fle këtu në dhomën e ndenjes sot? Është sepse dua të jem e sigurt që babi i Dritan nuk do të ikë gjatë natës. Ndershmëria e pastër e fëmijës i bëri të rriturit të qeshnin dhe të qanin në të njëjtën kohë. Dritani u ngrit dhe mori Ambrën në krah. Ambra, unë të premtoj ty, solemnisht, se kur më nuk do të ikë. Kjo është shtëpia ime tani, dhe ju jeni familja ime. Për gjithmonë. Edhe nëse bëj prapësira. Edhe nëse bëm prapësira. Edhe nëse marr notë të ulët në shkollë. Edhe nëse merr notë të ulët. Edhe nëse harroj t'u jap ujë bimëve. Edhe nëse harron bimët. Ambra u duke kënaqur me garanci. Atëherë mirë. Por ende dua të fle këtu sot. Është sikur të ishte një kamping për të festuar familjen tonë të re. Bora shkoi të merrte dyshek dhe batanie dhe shpejt të tre ishin akomoduar në dhomën e ndenjes me Ambrën mes prindërve të saj. Vajza mbante librin e astronomisë, por sytë e saj të rënduar nga gjumi tregonin se leximi nuk do të zgjaste shumë. Babi Dritan, tha ajo e përgjumur, a mund të më tregosh për një yjesi? Cilën dëshiron të dëgjosh? Yjesinë e familjes. Dritani dhe Bora shkëmbyen vështrime. Nuk ekziston ajo yjesi e vogël. Atëherë shpik një. Dritani buzëqeshi dhe tregoi tavanin, sikur mund t'i shite yjet përmes betonin. Mirë, na ishte njëherë 3 yje që jetonin në pjesë të ndryshme të qiellit. Njëri ishte mami yll, i shndritshëm dhe i guximshëm, që ndriçonte çdo gjë rreth tij. Tjetri ishte vajza yll, e vogël por plot me dritë të veten, që i bënte të gjithë të buzëqeshnin kur e shihnin të shkrepte. Dhe i treti? I treti ishte babi yll, që ishte humbur në errësirën e hapësirës, por që kur nuk ndaloi së kërkuari rrugën e kthimit për në shtëpi. Ambra u struk më komod mes tyre. Dhe a u takuan? U takuan. Dhe kur më në fund qëndruan bashkë në të njëjtën pjesë të qiellit, formuan yjesinë më të bukur të universit. Një yjesi që shkëlqen aq fort sa mund të shihet nga çdo vend i tokës, duke udhëhequr familje të tjera të humbura drejt shtëpisë. Si e ka emrin yjesia? Dritani shikoi Borën dhe buzëqeshi. Yjesia e dashurisë së vërtetë. Ambra pshertiu e kënaqur. Është më e bukura nga të gjitha. Për pak minuta, ajo ra në gjumë të thellë mes tyre. Dritani dhe Bora qëndruan zgjuar edhe për pak kohë, duke përshpëritur për planet për të ardhmen, për shpërnguljen e Dritanit në shtëpinë e tyre javën tjetër, për procesin e adoptimit zyrtar të Ambrës. A mendon se po bëjmë çdo gjë mirë? Pyeti Bora me zë të ulët. Shikoja atë, Dritani tregoi Ambrën, e cila flinte me një buzëqeshje të qetë në buzë. Ajo është në paqe. Është e lumtur. Është e sigurt. Mendoj se kjo është gjithçka që ka rëndësi. Po ti? A je i lumtur? Dritani puthi butësisht ballin e Borës. Unë jam i plotësuar. Për herë të parë në jetë, jam saktësisht aty ku duhet të jem. Atë natë, për herë të parë në 14 vite, Dritani fjeti vërtet në shtëpi.
Dhe për herë të parë në 7 vite, Bora ra në gjumë duke e ditur se nuk ishte e vetme në përgjegjësinë e kujdesit për Ambrën. Ata ishin tani një familje e vërtet, e bashkuar jo vetëm nga dashuria, por nga premtimi se disa funde të lumtura ia vlejnë gjithë pritjen e botës. Kur Ambra u zgjua mëngjesin tjetër, gjëja e parë që bëri ishte të verifikonte nëse Dritani ishte ende aty. Kur e gjeti në kuzhinë duke përgatitur mëngjesin, duke veshur përparsen që ajo kishte zgjedhur për të me vizatime yjesh, buzëqeshja e saj ndriçoi gjithë shtëpinë. Mirë mëngjes, familje, tha ajo, duke vrapuar të përqafonte 2 njerëzit që më shumë donte në boll. Dhe në atë moment, ndërsa dielli i mëngjesit hynte nga dritaret e shtëpisë që tani strehonte 3 zemra të bashkuara, ata e ditën se kishin gjetur atë që gjithmonë kishin kërkuar, një shtëpi të bërë me dashuri, durim dhe shanse të dyta. Një vend ku çdo yll mund të shkëlqente me dritën e tij, por ku të gjithë bashkë formonin diçka edhe më të bukur, një yjesi familjare që do të zgjaste për gjithë përjetësinë. Fundi i historisë. Të dashur dëgjues, shpresojmë që historia e Borës, Dritanit dhe Ambrës të ketë prekur zemrat tuaja po aq sa preku tona. Kjo familje prej 3 yjesh na mëson se dashuria mundet, po, të ofrojë shanse të dyta dhe se familjet më të bukura janë ato që ndërtojmë me zemër. Nëse ky rrëfim emocionues ju frymëzoi, mos harroni të regjistroheni në kanalin ton dhe të lini një pëlqim në këtë episod. Ndani me ne në komente, a besoni në shanset e dyta në dashuri? A njihni histori të ngjashme të familjeve që janë formuar në mënyrë speciale? Çdo ditë sjellim rrëfime unike që eksplorojnë bukurinë dhe kompleksitetin e jetës njerëzore. Bashkohuni me ne në këtë udhëtim emocionesh dhe zbulimesh. Deri në historinë e ardhshme.